Dashuria ndaj Allahut kalon përmes ndjekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi. Në ajetin 31 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Thua ju, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndihni mua që Allahu do t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Ky ajeti begat konsiderohet nga dietarët si ajeti i provës së dashurisë, sepse vendos kriterin e vërtet të dashurisë ndaj Allahut. Dashuria ndaj Allahut nuk është vetëm pretendim me fjalë apo ndjej me zemër. Shumë njerëz mund të thonë, ne e duam Zotin, por ky ajet kërkon provë konkrete për dashurinë e tij. Dashuria e vërtet kërkon bindje, nënshtrim, sakrificë dhe zbatim të urdhërave të Allahut. Në thënien e ajetit, atëherë më ndihni mua, Allahu ka vendosur kushtin se dashuria ndaj tij provohet duke ndjekur profetin Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Ndjekja e profetit do të thotë të pasosh sunetin e tij, të zbatosh moralin e tij, të marrësh shembull nga adhurimi dhe sjellja e tij, të pranosh udhëzimin e tij në çdo aspekt të jetës. Pra, rruga drejt Allahut kalon përmes profetit Muhammed. Ne vazhdimisht themi se e duam Allahun, por nëse ndjekim profetin, Allahu fillon të na dojë neve. Dashuria e Allahut për neve nënkupton mbrojtje nga ana e tij, udhëzim, sukses shpirtëror dhe afërsi me tërë me Allahun. Më pas, ajeti thot: dhe t'ju afal gjunahet. Një nga frytet e ndjekjes së profetit është pastrimi nga mëkat, falja hynore dhe rregullimi i zemrës. Ndjekja e sinqertë e sunetit është rrugë pendimi dhe pastrimi. Ajeti mbyllet me thënien: Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot, që janë dy cilësi madhështore. Pra, falja e Allahut është e gjerë dhe mëshira e tij është gjithëpërfshirëse. Edhe nëse kemi gabime, rruga e kthimit është e hapur. Mësimet kryesore të këtij ajeti të begat janë: e para, dashuria kërkon provë. Nuk mjafton emocion, kërkohet bindje praktike. E dyta, profeti është kriteri i dashurisë. Kush e ndjek profetin Muhammed sallallahu alaihi wa ali, e do Allahun me vepra. Së treti, suneti është rruga e faljes. Zbatimi i mësimeve profetike pastron jetën dhe zemrën. Së katërt, dashuria e Allahut fitohet. Nuk është automatike. Ajo fitohet me ndjekje dhe përkushtim ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Së pesti, feja nuk është thjesht pretendim. Islami është harmoni mes zemrës, fjalës dhe veprës. Nëse themi se e duam Allahun, të pyesim veten, sa e ndjekim realisht profetin në jetën tonë? A pasqyron morali ynë moralin e tij? A është suneti i profetit pjesë e përditshmërisë sonë? A e duam profetin vetëm me fjalë apo me vepra dhe përkushtim? Ky ajet na mëson se dashuria ndaj Allahut kalon përmes ndjekjes së sinqertë të profetit Muhammed, paqja e bekimet Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.